Mrekullit tek trauma, lindja që sfidoi fatin dhe bashkoi mjekët në minutat e fundit. Një rast i pazakontë është regjistruar në urgjencën e Spitalit Universitar të Traumës në Tiranë, ku një grua shtatzan u paraqit për ndihmë mjekësore, duke qenë se kjo ishte struktura spitalore me afërt. Sipas njoftimit të Ministrisë së Shëndetësisë, stafi mjekësor i Spitalit Universitar të Traumës reagoi menjëherë duke koordinuar situatën me ekipin e maternitetit Koço Glozheni. Ndërkohë, mjekët e traumës ndërhyn për t'i ofruar gruas kujdesin e nevojshëm mjekësor dhe për të menaxhuar situatën deri në koordinimin me ekipin e specializuar të maternitetit. Falëndërhyrjes në kohë bashkëpunimit mes ekipeve mjekësore dhe koordinimit ndërinstitucional, nëna dhe foshnja janë në gjendje të mirë shëndetësore. Edhe pse Spitali Universitar i Traumës është një strukturë specializuar kryesisht për trajtimin e pacientëve me trauma, rasti tregon rëndësinë e dhënies së ndihmës së menjëhershme, veçanërisht në situata emergjente. Ministria e Shëndetësisë thekson se prioriteti i strukturave shëndetësore mbetet siguria dhe shëndeti i pacientit me ndërhyrje në kohë dhe në përputhje me protokollet mjekësore. Një rast që dëshmon edhe një herë rëndësinë e bashkëpunimit me strukturave shëndetësore në situata urgjente, ku çdo minutë mund të jetë vendimtare. Ministria e Shëndetësisë e cilësoi rastin si një lajm të mirë duke vlerësuar bashkëpunimin me strukturave shëndetësore dhe gatishmërinë e ekipeve mjekësore.